Ky muaj i madhërisëm ka veçori të shumta, ka mirësi të mëdha, ka begati të lloj-llojshme, por veçoria më e madhe e këtij muaji, madhështia më e madhe e këtij muaji, begatia më e madhe e muslimanëve në këtë muaj, është sepse në këtë muaj Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ka zbritur librin e tij në muajin e Ramazanit, e ka zbritur nga mbi 7 palqej, e ka zbritur nga Leuhi Mahfudhi në shtëpinë e krenarisë, në qiellin e dynjas. Ka librin më madhështor, fjalën e tij. Dhe kjo ka ndodhur brenda 23 viteve, ka zbritur nëpërmjet engjëllit Gjibril në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është begatia më e madhe e muslimanëve. Kjo është dhuntia më e madhe që e kanë muslimanët. Kjo është krenaria më e madhe që duhet ta ndjejë çdo musliman. Allahu i gjithëpushtetshëm thot: Tanzilu min Rabbil Alamin. I zbritur ky libër nga Zoti i botrave, i zbritur nga i gjithë mëshirshmi, i zbritur nga i gjithë dituri në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në zemrën më të pastër që ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala, nëpërmjet besnikut, nëpërmjet melekut më të nderuar, më të sigurt, Gjibrilit alayhi salam. Në këtë muaj pra ka zbritur ky libër madhështor. Ky libër madhështor në këtë muaj ka zbritur, për të cilin Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë garanci. Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë garanci nga çdo lloj devijim, i ka dhënë garanci nga çdo lloj falsifikimi, i ka dhënë garanci Allahu Gjelle Gjelalu nga çdo lloj dyshimi që mund t'i futet këtij libri. Allahu Gjelle Gjelalu thot: Inna anzalnahu dhikra wa inna lahu lahafidhun. S'ka dyshim që ne kemi zbritur, ne kemi shpallur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Tregon Yahya ibn Ekthem, një prej të parëve tanë të mirë, në kohën e një prirësi që quhej Memun. Ai Memuni i mblidhte njerëzit në për tubime të ndryshme, diskutimesh, dhe diskutonin, dhe nëpërmjet të pranishmëve hyri një hebre, një çifut, i cili mori fjalën të fliste dhe foli në formë të lavdëruar, në formë perfekte dhe fjalë të zgjedhura. Pasi mbaroi tubimi, Memuni e thiri. Memuni e thiri dhe i tha: Ti je hebre? Po ju përgjigj. Ai Memuni i tha: Atëre, po të ftoj, po të thras, bëu musliman. Dhe do t'jap këtë dhe këtë përfitim, atë përfitim dhe atë përfitim. Hebreu nuk u përgjigj, por u largua. Mbas një viti erdhi përsëri njëjti person, ai hebre erdhi por se këtë radhë musliman. Pra ishte konvertuar në fenë e vërtet, në fenë e vetme të pranuar nga Allahu Gjelle Gjelalu, pra ishte bërë musliman. Memuni e thiri dhe i tha: A nuk je ti njëjti person që e takova para një viti? Ai i thot: Po, patjetër unë jam. Po më trego si u bëra musliman. Ma trego shkaku në udhëzimit tënd në Islam. Ai i tha: Sa po u largova prej jush, desha t'i vë në provë të gjitha fetë. Dhe ti e din që unë e kam shkrimin e bukur, i tha Memunit. E mora Teuratin. Thot, shkruajta atë në 3 kopje. Shtova dhe paksova në të fjalë. Shtova dhe paksova prej ti, thot. Pastaj e çova atë në sinagogë, në vendin ku
falen lutën e hebrejt. Dhe njerëzit për aty thot i blen prej meje të gjitha kopjet. Mora pastaj thot Injilin. E shkruajta në 3 kopje. Dhe shkova në kish. Ja u dhash njerëzve. Dhe i blen prej meje të gjitha kopjet thot. Pastaj thot mora Kur'anin. Mora Kur'anin. E shkruajta thot në 3 kopje. Duke shtuar dhe paksuar gjera në të dhe o dhash atë e muslimanve, por sa ta sapo e shfletuan, dhe kur pan që kishe shtesa dhe mangësi, e hodhen largë dhe nuk i blen prej meje. Aty e kuptova thot se ky është i libër i ruajtur, dhe kjo është arsyeja që unë jam bërë musliman. Sepse Allahu xhelle xhelalu thot, Inna alladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ata që e mohojnë thot Allahu fjalën ton për kujtuese, kur u vjen do të dënohen rënd. Ai është vërtet një libër i madhërisëm. La yatihimul batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Ati kurse si nuk mund t'i afrohet gënjeshtra librit të Allahut nga asnjëra anë, sepse është një shpallje prej të urtit që i meriton të gjitha lavdet. Ky pra është libri fisnik, fjala Allahu xhelle xhelalu të lartësuar dhe jo krijesa e tij siç thon disa të humbur. Është fjala Allahu xhelle xhelalu, është fjala të cilin e zbriti përmes engjëllit besnik, por ne çfarë jemi duke vepruar me të? A është ai Kur'ani që na udhëheq? A është ai legjislacioni ynë në të gjitha aspektet e jetës tonë? Apo është thjesht një musafir që qëndron në raftet tona dhe të cilin e shfletojmë vetëm se kur vjen Ramazani? Në vend që të kapemi fort pas ti dhe të ndjekim dritën që ai solli, ne sillemi si pashpresi në shkretëtir të cilin e ka vrarë etja, po ndërkohë ujin e ka të ngarkuar mbi shpinën e tij, në kurrizin e tij. Përcjell muslimi në sahihun e tij, Allahu xhelle xhelalu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë të kam dërguar për të sprovuar dhe për të sprovuar të tjerët me ty. Unë të dhash një libër të ruajtur në kraharor, dhe i është i ruajtur qoftë edhe kur njerëzit janë në gjumë, edhe kur njerëzit janë të zgjuar. Allahu xhelle xhelalu e ka bërë Kur'anin udhërrëfyes për ne. E ka bërë Allahu xhelle xhelalu dritë për ne, që ai të jetë drejtimi ynë në jetën e kësaj dynjaje. Dhe e zbriti Zoti i gjithëpushtetshëm në këtë muaj të madhërisëm, në natën e Kadrit, Allahu e ka zbritur të libër për çfarë arsye? Që t'i nxjerrë njerëzit nga errësirat. Allahu xhelle xhelalu thot, Kitabun anzalnahu ilejk, të libër ta kemi zbritur ty o Muhammed, li tukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ta kemi zbritur ty o Muhammed të libër që t'i nxjerrësh njerëzit nga errësirat, nga dhulumati në dritë, t'i nxjerrësh nga mosbesimet, nga idhujtaria, nga shirku, në dritën e tauhidit, t'i nxjerrësh ata në rrugën e drejtë, në të adhurarit Allahu xhelle xhelalu drejt, bi idhni rabbim ila siratil azizil hamid, me lejen e Zotit tënd, në rrugën e drejtë të Zotit tënd, i cili është i plot fuqishëm dhe është i lavdëruar. Ky është motivi esencial. Ky është motivi esencial, është thelbi pse ka zbritur Allahu xhelle xhelalu këtë libër madhështor, pra për të nxjerrë njerëzit nga errësira, nga ignoranca, në dritën e vërtet. Allahu xhelle xhelalu e ka quajtur këtë libër në forma të ndryshme dhe i ka dhënë atij emra të bukur,
e ka quajtur Furkan. Allahu e ka më emërtuar Furkan, që do thot dallues i të drejtës në e kota. Allahu e ka emërtuar këtë libër Shifaun, shërim për zemrat. Shërim për zemrat. Sepse ky Kur'an i shëron zemrat. Ela bi dhikrillahi tatmainul qulub. Vërtet, me fjalën e Allahut, me Kur'anin, zemrat qetësohen. Zemrat plotësohen. Allahu xhele xhelalu e ka zbritur këtë libër huden linnas, si thënë, udhëzim për njerëzit. Kjo është begatia e Kur'anit. Kjo është mirësia e Kur'anit. Nëse kapesh fort, pas këtij libri do të jesh i udhëzuar me dritën e Allahut xhele xhelalu. Allahu azza wa jalla ka quajtur këtë libër rahme, mëshirë. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sepse ky libër, ky Kur'an të çon, të udhëzon tek ajo që është më e fuqishmja, është më e sigurta. Ndërsa nëse a kthen shpinën këtij libri, ta di se do jesh i dëshpëruar dhe do të jesh i devijuar. Ky Kur'an, siç thamë, është qetësues për zemrat. Ky Kur'an i qetëson dhe zemrat e muslimanëve që janë gjunafçar. Se vërtet Allahu e ka përmendur që e tham pak më parë, la bi dhikrillah tatmainul qulub. Kemi një histori nga të parë tanë të mirë. Ka qenë një njeri që quhej Fudhejl ibn Iyad, por se e kishte një zakon shumë të keq, hajdutërin, dhe i vidhte muslimanët. Por se ishte musliman, ndërkohë që ishte duke vjedhur, i gjen dy musliman që po falnin namaz dhe po lexonin Kur'an me zeh. Dhe në momentin që imami po lexonte Elem yani lilladhina nuk ka ardhur koha, ka thënë, për ata të cilët besuan. Elem yani lilladhina amanu wa yakhshaw rabbahum bi dhikrillah. A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që t'i friksohen Allahut. Dhe tha Fudhejl ibn Iyadi, bela ja Rabbi, gjithsesi o Zoti im, ka ardhur koha, sepse ato ajetet e Kur'anit depërtuan thellë zemrën e tij. Depërtuan thellë zemrën e tij. Ju friksua Allahut dhe ndërpreu atë besin e ligë që e kishte, dhe për asaj kohë u kushtua fesë, imanit, besimit, dijes, dituris, ilmit, dhe u bë prej dietarëve më të njohur që ne sot marrim prej dijes së tij. Pra ky është ky libër madhështor të nderuar vëllezër dhe motra. Është libër që nëse ne do të ecim me të, ta dim se do të jemi të shpëtuar. Luma ai që kapet pas këtij libri dhe ecën me të. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa. Falënderimi dhe takojnë Allahut azza wa jall dhe paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar musliman, obligimet tona ndaj Kur'anit janë të shumta. Ne duhet besojmë çdo gjë që është shkruar në të, historitë e tij që tregohen, historitë që tregohen në të. Dhe çdo lajm që na vjen nga Kur'ani, ne duhet ta besojmë. Ky libër i madhërisëm i jep vlerë traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, praktikimit dhe veprimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne duhet ta praktikojmë patjetër. Prandaj duhet ta vlerësojmë Kur'anin, ashtu siç Allahu xhele xhelalu kërkon prej nesh. Duhet të ecim me të, duhet ta mësojmë atë, duhet ta lexojmë atë ashtu siç ka ije, me këndimin më të bukur,
sepse ai është fjala e Allahut të gjithëpushtetshëm, siç thamë i zbritur nga 7 palqej, nga Leuhi Mahfudhi në Beitul Izze, në shtëpinë e krenarisë që është qielli i dynjas, pra udhërrëfyes dhe o më kot Allahu xhele xhelalu e zbriti atë në muajin e Ramazanit dhe në natën më të vlefshme që ekziston, pra në natën e Kadrit, kur unë lut Allahun e gjithëpushtetshëm që na i mundsoj ta arrijmë ya Rabbel Alamin. Prandaj e lut Allahun e gjithëpushtetshëm me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura absolute, që Kur'anin ta bëj pranverë të zemrave tona. E lut Allahun xhele xhelalu që të ecim të jetë ai legjislacioni jon dhe udhërrëfyesi jon në jetën e kësaj dynjas. E lutim Allahun që të na bëj besimtar të sinqertë të devotshëm. E lutim Allahun na i pranoj agjërimin ton, adhurimet tona. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanet kudo që janë. E lutim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, o sallallahu ala sejidina Muhammed.